Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Sporton. Shtunë dille. Check it out. Mirë se vini në kuadër të intervistave në Sporton në Radio Urban FM në 103.5, si zakonisht çdo vikend mund të ndiqni intervistat edhe në kanalin tonë në Facebook e po ashtu në YouTube. Vikendet normalisht janë të rezervuara për me fol për ngjarjet kryesore të sportit në vendin tonë. Sot kemi me fol për FC Prishtina dhe kam dy anëtar të këtij klubi që kanë dalë edhe kampion ose kanë fituar kupën e Kosovës në futboll. Në krahun tim të djathtë është Ardi Ajdini, në krahun tim të majtë është Agron Kulaj. Mirë se keni ardhur, më faleminderit që jeni pjesë e emisionit. Mirë se gjetëm janë, është kënaqësi me kon pjesë e emisionit tonë edhe shpresojmë që sot me kalu sa më mirë bashkë. Po besoj që kena me kalu definitivisht mirë. E thash në hyrje ka qenë një sezon që i ka pas themi dy fytyra në kampionat. Ka qenë kogja e vështirë në kuptimin e rezultateve, po në kup triumfin e kupit ka mbyll gjitha birat që thonë ana në futboll. Me triumfin e kupës edhe dalën në Evropë është përfunduar një sezon i suksesshëm. Ardi qyshe cilëson në përgjithësi në aspektin grupor kolektiv të klubit këtë sezon. Besoj janë që si vjetë sezona sa i përket ligës, kampionatit nuk ka qenë edhe më i suksesshme, po me fitimin e kupës edhe daljen në Evropë që u kon synimi kryesor i klubit për këtë vit, besoj që më me thonë që është një sezon i suksesshëm, edhe besoj që me paraqitjet në Evropë edhe do të rritet niveli edhe i joni si lojtar po edhe i klubit, edhe shpresojmë edhe besojmë që vitin tjetër të vazhdojmë edhe të synojmë për kampion edhe në ligë. Okej, Kolej, mendimi jot për çit pjesë sezonit, domethënë sezonin 2024-2025. Që tha dhe Ardi, nështë sezonin në ligë nuk ka qenë më i mirë, po me fitimin e kupës mendoj që Prishtina e ka pas një sezon suksesshëm edhe me daljen në Evropë normal. Mirë po një seni mirë kanë edhe plisat në lojën e finale edhe tifozëria e Prishtinës të cilët kanë dhëruar spektakël. E thamë që kanë qenë dy anë ndryshme në kampionat edhe në kupë. Çka ka ndryshuar Ardi ose çka ka qenë më ndryshe paraqitja e Prishtinës prej kupës në kampionat? Po, me të vërtetë dallimi u kon edhe në ndeshje, edhe në paraqitjet tona në lojë ka qenë dallim shumë i madh mes kupës edhe ligës. Besoj që me kalimin e lojëve në ligë na e hopim për krejon në epëm të tabelës edhe u fokusu më shumë kupë, edhe domethënë kupa të paraqitje shumë më të mira, ku kemi marrë veç një gol, domethënë pe 6 ndeshjeve kemi pranuar veç një gol. I miru kon Kola, ja? Po Kola ka pas paraqitje fantastike, si Kola dhe gjithë ekipa, edhe besoj që kjo kon ajo, domethënë fokusi jon ke më shumë kupa në mujtë e fundit dhe besoj që arritëm ato çka e dashëm në fund. Ndoshta Kol që kanë qenë veç një ndeshje në kupa, unë keni farlloj motivimi edhe hajtë themi presion i mirë për ekipën në kuadër të kupës, në ndeshjen e kupës. Po besoj që po edhe dihet që nëpërmjet kupës janë vetëm 6 ndeshje deri në finale, domethënë me finale dhe është mirë më lehtë për me dalë në Evropë edhe po mendoj që edhe kjo ka pas ndikimin e vet, edhe çu thotë ti janë vetëm nga një ndeshje, po mendoj që kjo kon edhe ajo pse Prishtina kon më fokusuar me pasi që edhe në ligë hopën pak hapin. Fokusi jon ka qenë vetëm te kupa që me fitu kupën edhe me dalë në Evropë. Ajo që është diskutuar ka qenë mosha mesatare e ekipit Prishtinës që ka qenë më e reja prej krejt ekipeve tjera, 9 ekipeve tjera në Super League. Edhe kjo prej perspektivës teme nështë ka qenë një prej arsyeve pse në disa ndeshje ka munguar nështë edhe përvoja ose konkretizimi i rasteve cilat janë dhënë në ndeshje, sidomos që kanë qenë të rëndësishme për me marr pikë, po ashtu një filozofi e re që ka ardhur prej trajnerit që ka qenë Kavalli edhe pastaj është bërë ndryshime. Kanë qenë këto disa me themi dy pika cilat nuk e kanë jep atë rezultatin e shumë pritur me krejt që keni fol, domethënë ty anis për drejtorit, team manager e krejt ata që kanë të bindur që kemi një ekip të mirë në përgjithësi, po edhe lojtar perspektiv për të ardhmen. Po mendoj që nështë problemi ka qenë se u ndru pak ekipa, mirë po lojtarë të ri se erdhën normal, lojtarë të ri janë më të motivuar, janë më energjike dhe u bën një kombinim mirë po edhe lëndimet që kishim shumë ta na lën pak mrapa me fond lojtarëve. Që është një prasje. Okej, Ardi çuçi konsideronte që pjesë? Po që tha dhe Agroni, unë besoj që kur merr shumë lojtarë të ri edhe trajneri që ka orë pe jashtë, domethënë është pak zor mu ambientu me një herë, dhe normal çdo ekipe jo vetëm në Kosovë, po edhe në Evropë vijnë pak kohë
për mu ambientu edhe me pru ato frytet e veta. Po, do më thonë, unë e menoj që edhe pse kemi fitu kupën, nëse kemi shumë kapacitet më shumë për me mri edhe në ligë edhe për me dollë në Champions League në grupën, në fazën e grupeve, edhe besoj që do më thonë pritshmërit edhe do të me pas qëllime sa më të mëdha që për vite tjera të synojmë edhe ligën pavarësisht që si vjet e kemi fitu kupën, edhe besoj që edhe Prishtina meriton, po edhe tifozëria jo plisat edhe presidenti edhe gjithë ekipa meriton që me konë në nivele sa më të larta klubi jonë. Patjetër, besoj që kjo për shkak të mungesës së daljes në Evropë kam ndryshuar çastin e krejt strukturës së klubit për sezonin e ri. Mirë, diçka që dina është mundësitë të cilat mundin me u përball ose ekipet të cilat mundin me përball Prishtina gjatë këtij sezoni, janë disa ekipe goxha të respektuara dhe goxha të forta që kanë marrë pjesë në Ligën e Kampionëve, për shembull është Sheriff Tiraspoli, është Shahtari, pastaj është Celje nga Slovenia edhe është Legia Varshava. Janë disa ekipe të serioze, hajde të hekim pak Celjen, e cila nuk është që e njohim shumë në Evropë, në rangjet e larta të Evropës. Qyshe shini, po më në të mundshme tash është shart, po a ka në preferencë që ju këshët pas qef me pas fat me lujt me qatë ndërshtarë? Po menoj që këto ekipe është nësi me lujt kundër tenve, ku edhe fiton një përvojë, sepse dihet se janë ekipet mëdha evropiane, edhe menoj që me Legia një shkon një ndeshje e mirë Prishtina-Legia, se dy ekipet kanë tifozëri të flakt, edhe menoj që kur Legia vjen këtu, atëherë besoj që plisat kanë me dhuru spektakël që kanë dhuru edhe në finalet Kosovës. Okej, a kit në preferencë? Po edhe në besoj, edhe mendoj që mu përbol masi veç gjitha opcione që i përmend janë klube të mëdha edhe klube normal që kanë nivel më të lartë se na, po për neve si lojtor, siç e përmenda më që jemi lojtor 3, po edhe për klubin e Prishtinës është mirë mu përbol me klube sa më të mëdha, sa më të forta, edhe cila do pe këtyne që do përbollemi ka me konë një eksperiencë shumë e mirë edhe kena me dhe him për me dho maksimumin, po e dim që edhe nëse eliminohemi nga rondi i Europa Ligës, atëherë kemi edhe një mundësi në Conference League, ku normal që me gjitha forca duhet me provu me dho maksimumin që me arrit në play-offin e Conference Ligës. Unë po parashikoj që Celje ka me konë kundërshtari. Unë menoj që Shahtari ka me konë. E tham të drejtë kanë mendim, okej, Legia të shohim as Jonas dhe El Sheriff. Okej, Sheriff Petrolli. Mirë, e tham pak edhe për pjesën e curisë sezonit që ka qenë interesante edhe me dy faqe, cila ka qenë për juve individualisht ndeshja më e vështirë, hiqe finale, do më thonë ndeshja ku nashta një lodh më shumë të ose keni pas pritshmëri më shumë të për me bëu diçka edhe ka ndodhur kundërta. Po, ndoshta ndeshja me Gjilonin humbja në shpejt këtu, në Prishtinë, ndoshta ka qenë ndeshja më e vështira, sepse normal me humbë para tifozave këtu është pak problem, ku edhe në Fadil Vokri nuk e kena pas asnjë humbje, vetëm barazime edhe humbja e parë ka qenë ajo. Ndoshta ajo ka humbja më e vështira më. Sipas menimit. Unë menoj që joni edhe fillimin e sezonit pranveror që kemi pas dy ndeshjet e para me Suarekën në ligë, domethënë që ndohemi 2-2, ku kemi pas një ndeshje shumë mirë, po pak edhe na ka mungu fati. Po ashtu edhe ndeshja me Dritën tjetrën që lymë në Fadil Vokri që jem tu avancu 3-1 në minutën e 70 edhe në fund na barazojmë për 3-3. Besoj që këto dy ndeshje nëse kishim marrë pikët e plot atë kishim mujt me kon për krejën e tabelës, për arsye se si vjet liga u kon shumë për afërt edhe me 3-4 pikë, 5 pikë mujt me njëherë mu ngjit shumë analt. A besoj që nëse kishim nisë në ato 2-3 ndeshjet e para me fitore atëherë edhe për rrjedhshmërinë e sezonit si shkon është një sezon shumë më e mirë për ne sa i përket ligës. Të dy lojtarët si Ajdini dhe Kolaj nuk më mja bu këtë pyetjen që keni plan për verë në kuptimin për ndonjë ofertë, se aktualisht jeni me kontratë, bile Kolaj vetë se ka vazhdu. Kolaj që ka të bindi për edhe 2 vite se besoj që ke pas oferta, kurse ardhi vetë se në nëntore e ka kry që detyrë. Po nuk besoj që vynë shumë për me të bindë për me të qëndru në Prishtinë, kur dihet që Prishtina çdo vit hin për trofej. Edhe fitimi i kupës daljen e Evropës dhe çështja mbitorë, kështu që nuk e kam menuar 2 herë me Prishtinën me njëherë kemi vazhdu kontratën. Shumë lehtë ka qenë me vazhdu. Orde? Po për mua domethënë Prishtina është edhe klubi i fëmijënisë, për arsye se unë këtu kam lindë dhe jam rrit si i ri dhe gjithmonë kam pas ondër, jam djalë i qytetit dhe gjithmonë kam pas ondër me lut domethënë për Prishtinën. Edhe normal që shtalla agroni kur jemi në klub që non stop synon edhe ka objektiva të mëdha për me fitu tituj, s'ka më kënaqësi se për mua si djalë i qytetit më arrit këtu
këto trofeja dhe këto objektiva me klubin tëm të Finis. Po flasim tash po. Patjetër. Dije që kushdo që vjen Prishtina e ka vetëm një synim, sa më shumë trofe me pru edhe kjo normal e bën çdo lojtar. Për me met në histori të klubit dush me fitu shumë titoj, kështu se është klubi i madh dhe na gjithmonë e kemi synimin që thojmë si Real Madridi, domethënë Real Madrid nëse i fiton 3-4 kupa nuk përmendesh si lojtar, dush me fitu gjithmonë shumë më shumë dhe na e kemi çfarë qëllim, normal është mirë edhe për neve si lojtar, po edhe për klubin me kontribu sa më shumë. Patjetër. Masjenat e trofet, Kolaj me Prishtinën është trofeju i tretë që fiton, i dyti si Kupë e Kosovës edhe një Superkup. Cila është ndjenja në kuptimin që ndoshta kur ke ardhur i ke pas ato ambicjet edhe me fitu trofe, po edhe pozicioni i portierët është pak specifik. Domethënë sidomos sa i përket paraqitjeve, po e ke postuar edhe në foto 3-3. Po. Domethënë s'ja ke hush deri tash, a ka më vazhdu që kjo ecuri e Kolajt? Po shpresoj që si shqezni, edhe këto 2 vjet po shpresojmë që të paktën edhe 2-3 trofe mi për Prishtinë prap. Edhe sezonin tjetër shpresojmë që titulli kampion vetëm edhe kjo po na mungon. Okej, Arde. Edhe unë besoj që për ty që është e di që Kupën e Kosovës e ke fituar për është domethënë trofeju i parë për mua zyrtar me Prishtinën, edhe është normal kënaqësi, edhe u koni ndjenjë e parushme se gjithmonë trofeju i parë është shumë special, edhe kom përjetuar shumë domethënë me gëzim këtë kupë. Po normal që domethënë do të objektivat edhe qëllimet vetëm i rrit, edhe shpresojmë që vitin tjetër edhe kupën po edhe ligën ta synojmë edhe ta bim në qytet, sepse me të vërtetë Prishtina edhe i ka mungu, po edhe e meriton Prishtina me mosh po kampion. Patjetër. Okej, çka kam qef me ditë, tash është një pushim afërsisht 10-12 ditë, po që nuk është pushim domethënë komplet që ju doni me u ndal, sepse mendoj që këtu bëhet dallimi mes lojtarëve dhe mes ekipeve kundërshtare. Keni ndaj plan program, domethënë e di që keni më shku pak në pushim që është i merituar pa diskutim, po edhe me qenë pak aktiv se shpejt vjen data 9 ose 10 qershor kur vazhdon. Po normal Prishtina është një klub i madh dhe ka stafin profesionist. Edhe për këtë punën e pushimeve, domethënë 2 javë që kemi pushim për kujdesit stafi, të cilët na dërgojnë programe, ne kudo që të jemi ato programe në pushim në shtëpi, kudo që të jemi, na vazhdojmë ato programe që kur të fillon faza përgatitore atëherë mos më ra niveli këtë poshtë i fazës i përgatitjes, kështu që për atë pjesë përgatitet stafi i klubit edhe na veç rina gati. Ja bëni amin. Hizmetin ja bëjna. Arde? Po siç e përmendni agroni, na domethënë stafi së bashku me trajnerin kondicional që e kemi lektor Mkullin edhe gjatë fazës dimrore, po edhe tash gjatë verës e kemi një aplikacion që domethënë e përdorim së bashku me GPS-a që i ka klubi, edhe për çdo ditë i kemi, domethënë kemi një 5-6 ditor që i kemi pushim, po pastaj vazhdojmë me stërvitjet individuale për secilin lojtar, që kur t'ja fillojmë sezonës mos me fillu prej zeros, po me konë në ritëm edhe me vazhdu për përgatitjet në Evropë, për lojt në Evropë, se dim që lojt me njerë fillojnë me 10 korrek edhe kemi vetëm një muj kohë për mi përgatit në ndeshjet. Edhe me datë 17 qershor vetë se ka më hedhë short edhe kuptohet. Tani e këshirëm cili ja ka qëllu për short. Qaj që ka fitu, qaj le që të kafe. Bojna që të premtim. Agroni pak ma problem së rëgjakovohet. Ja bojna dy qëtjarë, por në le të pak më gjithë. Mirë, përmenëm një rutin që ju pret, po ka qenë një kampionat, sidomos kjo pjesa dytë, mërkure, dile, ejte, hane, nështë edhe një për arsyeve që ka qenë që ka sjellë dhe i të lëndimet, sepse edhe nëse i përgatitun shumica lojtarëve mund më lëndu edhe vetë që lëndimet më të shpeshta që bun në futbol, qitë intensitet të lojve, sepse tash edhe Evropa nuk jep edhe shumë kohë për pushime. Sa jeni, që me thonë, jeni ambientuar me që se marrët ka qenë pak më ndryshe. Sidomos nëse s'ke marrë pjesë në Evropë, ke pas një farë lufti, pushimat gatë edhe pse normal futbollisti do të më qenë gjithmonë aktiv, po ç'tash që kjo a është e lodhshme. Nëse nuk është lehtë, njerëzit mendojnë u kënaqen këta po bujnë parë, po pra pas kenat janë shumë të shtira për ata që nuk janë për çdo ditë afër edhe me ditë. Po mendoj që këto lojë se janë 2 lojë në javë, më shumë ka fundi kampionatit është lodhje psiqike, edhe nëse je i fortë psiqikisht, mundesh me qëndru shumë ma lehtë. Sepse të lodhja fizike atëherë vetëm ti e ke marrë një hap, domethënë gjatë këtij sezoni si je mush edhe nuk besoj që ndikojnë shumë, vetëm është lodhja psiqike e cila ja nis me të lodh ka fundi kampionatit shon nervat edhe këto sajnet. Amo mendoj që forma fizike mundet pak me lojtar, vetëm forma psiqike mendoj është pak më determinuese më që ndon. Mirë, Ardi a mendon që edhe
si lojtar në përgjithësi në total se folëm në përgjithësi edhe të pjekin çdo lojë, domethënë se vjen e mërkurja, analiza, pushimi, regenerimi etj. Këto ndërlidhen me njëra tjetrën që më kon sa më të gatshëm për lojë. Po janë, po domethënë nëse nuk je përkushtuar edhe si je profesional 100%, domethënë nuk mundesh me mojt këtë tempo, kështu që kjo është edhe e mirë se kur ki loj çdo 2 ditë dush me kon profesionist 24 orë, që shtet ti domethënë njerëz e shohin futbollistat si 2 orë stërvitje edhe pjesën tjetër veç chill. Po chill edhe me nejt, po nuk është ashtu se na 24 orë duhet me kon profesionist si në ushqim, si në ushtrime, si në gjëm, si gjithçka, po normal duhet edhe individualisht me ushtru do pjesë se secili ke mangësitë tona, duhet me provu me mojt veten non stop on top që thojnë, edhe normal që kjo ndeshje çdo 3 ditë është pak e vështirë, që shta agroni si fizike po dhe psiqike, po anën fizike, kur e ki stafin profesional edhe e ki kushtet si na që i kemi në Prishtinë, domethënë nuk na mungon asgjë, nuk është shumë e vështirë për arsye se na çdo herë para ndeshjes grumbullohemi në karantinë, kemi kohë të mjaftueshme edhe me bë analiza me stafin edhe me pushu edhe me u përgatitur sa më mirë për ndeshjen. Që është më rëndësi, domethënë ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë, po besoj të komplet pjesa e ekipeve të Superligës që shpenzojnë shumë edhe në trajtimin të cilën e bëjnë për lojtarët në regenerim, po një gjë e mirë që kam e qenë dhe shpesojmë Soare diskutoj me dikën që është në futboll edhe sidomos që e ndërlidh me klubin e Prishtinës që sa më shpejt bëhet qendra atje në kompleksin në Bërnic, është premtuar që ndoshta deri ka fundi muaj qershor edhe pastaj besoj që gjanat kanë me kon hala më mirë. Kjo është e rëndësishme se besoj që edhe keni shok, po edhe keni pa e di kole ke pasur një eksperiencë edhe jashtë jemi kështu në Austri ku ke pa pak a shumë qysh funksionojnë klubet. Kjo është e rëndësishme, po vlasim jo për Prishtinën në total sepse ma mërmenja që edhe kur përfundon treningu masgjore ka lojtarë që dojnë me provu shutin, me bo dribble, me bo etjere. Po, ku nuk e ki fushën tonë është pak problem se edhe ndryshon orari stërvitje për shembull nuk e ki gjithmonë njëjtë. Do shme ju përshtatë. Po, pra, do një përshtatë atë që shë thallë ti për shembull dikush ka qef jo nëj penal, jo nëj gjujtje, nëj diçka edhe kurse ki fushën tonë atëherë 2 orë ki terminin të me dalë me njëherë. Nëse kur e ki fushën tonë është shumë lehtë, shkon 1 orë para, ki me fizion, i banë sajna që kemi bo mobilitet, fitness e këto gjona, edhe ma servitjes mund me vazhdu prap me zgjatje, me pak regenerim, akull edhe këtu me doktor, pra me nëjtë që me pas fushën, me pas kompleksin është shumë mirë edhe sidomos për Prishtinën që është klubi kryeqytetit edhe është klubi më i madh në Kosovë, ndoshta edhe në Shqiptari është shumë e rëndësishme me pas fushën, kompleksin që me qenë sa më profesionist. Besoj që është duke u përfunduar ajo pjesa se edhe në atë pjesë keni zhvilluar stërvitje, ardhi që kjo a qenë në nivel tjetër edhe futbollin, po mendoj që kanë nevojë një iniciativë për një klubin këtë rast Prishtinës me bëu diçka që edhe klube tjera me ndërmarrë, është duke u punu sa e diun edhe Drita që kam informacione të e ndërtu edhe disa ekipe tjera që janë duke i bë disa hapa themi të vogël në që drejtim. Po sa është rëndësishme për lojtar që din e ki tamam shpinë që aty ku punon se si me thonë zyre për futbollin. Po janë në menej që domethënë këto është pjesë shumë e mirë se tash në Kosovë me një kohë u kon vetëm pjesa e rrogave veç me lujta, domethënë veç u kthyer veç ndeshja, po tash japin rëndësi shumë edhe pjesës stërvitjes, regenerimit edhe pjesës tjetër, edhe është shumë pjesë e rëndësishme kjo që po thu, domethënë Prishtina ndoshta e ka nis, po edhe klubet tjera janë të vazhduar, domethënë janë të i dhënë rëndësi shumë kësaj pjesës e kanë po që nëse edhe investon në talent edhe në lojtarë të ri atëherë ki edhe fitime si klubi po edhe lojtarë, edhe besoj që është pjesë shumë pozitive kjo për çdo klub, po edhe në përgjithësi për futbollin e Kosovës mi dhon rëndësi pjesës jo vetëm fushës brenda, po edhe jashtë fushës, se janë shumë sene që na ose njerëz nuk i shohin, po janë shumë pjesë rëndësishme që nëse në to je i përpekt atëherë në ndeshje ki me dalë shumë më mirë. Patjetër, edhe çka është mendoj kryesorja të gjitha më kon rregull që me përfunu më së miri të futbollistin fushë. Mirë, po dalin diçka për krejt për fund, një parashikim për finalin e Ligës Kampionëve. Paris Inter. Unë qef ka me fitu Interi, po pse ka mujt Barcelona. Po pse ka mujt Barcelona. Son jam tifoz i Real Madridit, po besoj që edhe unë kam qef Interi. Po besoj që si vjet u kon domethënë në Evropë kanë fituar gjitha klubet që s'kan fituar titull më ose s'kan fituar edhe ja japin në përparësi Parisit, edhe mendoj që kam u kryer 3. Pas Interi s'ka fituar më. 3-1 për Parisin kam u kryer ndeshja. Edhe çto kena më di, më shumë zarrani.
Që të Okej, të të shohim. shohim çfarë ndodh. Parisi. Parisi fiton. I shkurt, unë po them Interi tek qyrën. Okej, të 2-1 shohim. për Juve. Diçka që më kujtu edhe pse kam përfund këtë pyetje, kam qef me ditë pak cilët janë lojtarë preferum, këtë rast portieri preferum i Kolës, cilin në ndeshje edhe e analizon, sepse kjo është e rëndësishme kur të shet dikon me munu me boqa sen. Për mu për momentin është Alisoni mirë, po i këtë kohën avon është në jeri. Në jeri, okej. Mbrojtësi Ramosi. Po, se flion e kom përcjell Ramosin, po tash në Real Madrid, drejt me thonë si vjetë s'kem pas shumë qendërmbrojtës atë mirë, kështu që si vjetë pa uzë. Nuk është që kom kështu Real Madrid shumë sa i përket qendërmbrojtës, ama për mu një qendërmbrojtës që është shembull në ditën e sotit është edhe Ruben Diaz, qendërmbrojtës i Manchester City, jo vetëm për pjesën e lojës, po unë e përcjell edhe në pjesën e jetës çush e bën, se ai non-stop poston video në aspekt domethënë privat, çush e zhvillon karrierën edhe unë profesionale që diskutojmë deri tash edhe përcjelli shumë se e kam si shembull. Normale, edhe ato ndihmojnë. Janë pjesë Pa, shumë me një rëndësi. pikë me marrë diçka aty, një pikë besoj që vërtet, zhvillohesh jashtëzakonisht shumë në proces. Mirë djema, nëse ka diçka që shikon vetë, edhe na është e rëndësishme më përmend, se pyetjet si kom përgatit, që bënë që në përshtë. Ja, gjithçka Besoj kena kalu mirë. Vesh avlem me përmendën e sen, e përmenda më herët, po që Agroni veç një gol e ka pësu gjatë gjithë kupës, edhe është merit edhe e tij, po edhe lojtarëve të tjerë po gjatë ekipës. Edhe stafit. Që është domethënë një statistikë shumë e rëndësishme për fitimin e kupës. Mirë, secili e ka hap kontributin në mënyrën e ndryshme që ka Po mujt. mas i ka Agroni këtë dhe ishte me avon meritat edhe se edhe ka vazhdu sot kontratën është gëzuar, kështu që e meriton. Domethënë kena muç arros mas lojës, ha? Mas intervistës së natë lojë. Nuk kam kohë. Ta gjena kohën mos tani. Ke shumë kënaqësi sepse zakonisht nuk mundna me i po ka dy lojtarë me një intervistë vinë një varësisht edhe për obligime. Edhe një senjën është e veçantë që unë me Agronin, edhe me 2-3 lojtarë tjerë jem kon bashkë edhe në besën e PS, o domethënë njimi më të bashkë, edhe është kënaqësi për mua si lojtar, po normal për gjithë ne që lujna niku gjatë bashkë se njohim njëri tjetrin, edhe është normal, është shumë kënaqësi kur pe fëmijën akon bashkë edhe tash kemë arrit me fitu një kupë. E sidomos me fitu një kupë për Prishtinën është shumë më rëndësi për mua, Agronin, Diar Halilin, e Getret Salin edhe Rën Roqin që kena lu bashkë në besën e PS, edhe është ka sen që ja vlen me përmend. Patjetër se është një gjeneratë e cila ka luajtur në besë, pastaj disa janë shpërndo dhe prap ju ka bashku Prishtina, kështu që është një farë rrugtimi interesant, cilën shumë mirë që ndave edhe është sigurisht një mesazh i mirë që s'bën më dorëzu në momentin kur keni luajtur në besë, ndoshta krete kanë ditë që keni me rapi ligë, po secili për juve ato që keni luajtur ja keni po hajrin. Çdo sen duhet me marr si mësim, edhe na domethënë secili për neve kemi mësuar aty, edhe tash ato gabime që na kanë ndodhur atëherë, tash normal me përmirësu edhe mi përmirësu me suksese edhe me sa më shumë tituj. Edhe më në mesazhi më i mirë që e the këto është që futbolli nuk është veç sezon. Domethënë u fitu kupa edhe çdo vit, tash do gjithmonë me çdo sezon vazhdon të me pas gjithmonë më mirë. Që kjo ke tamam një mesazh i mirë që më kuptu se ka futbollista po bojnë një sezon të ri edhe po mendojnë që kanë më shku direkt në Evropë, nuk është lehtë, sidomos për shkak për juve që keni ndoshta mi 70-100 lojë në këmbë në futbollin tonë, edhe normal që prit në rastin një ditë për ndryshe harrova me përmend që ke qenë edhe reprezentuesi unisë të nishave të Kosovës, Kol, edhe ti ke qenë disa grumbullime, pra të dy mysafirët tonë kanë qenë edhe te kombëtarja e Kosovës, po tema është sot për Prishtinën, herën tjetër sigurisht kena mu taku prapë edhe me diskutu. Faleminderit shumë, djema që ishte pjesë e emisionit, kalova shumë mirë, shpresoj që s'ke shtirë. Faleminderit edhe për te ju, ishte kënaqësi. Të presim prap. Presim na thirr prap. Okej, patjetër. Faleminderit shumë janë. A ke malet, më fal, më mshu topit, a me intervistë për mua. Me top malet. Me top shumë malet. Neve më me top, më na lëm hash. Kena ashtu një top nëse s'na ka shpërthy dikush, po s'kena hapësirë me tregu. E tavci tona. I presim fush apo. Patjetër, është shpresura. Faleminderit shumë juni. Ishte shumë kënaqësi edhe për mua me ardha e Dinën me Agron Kolën diskutuam pra për suksesin e fundit të FC Prishtinës, po ashtu diskutuam edhe për disa gjëra që nuk i shohin njerëzit ose veç e përcjellin ndeshjen edhe se shohin atë prapaskinën edhe angazhimin që e bën një futbollist për me qenë i suksesshëm në vendin tonë. Ka sa përgjithësi intervista takojmë pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.